Parashikimet e minus 50 gradëve Celsius nuk u arritën, por edhe 37 gradët nën zero të regjistruara në Minnesota nuk janë pak. Videoja e një meteorologu në Wisconsin që hedh ujë të nxehtë në ajër vetëm për ta parë në çast të shndrohet në grimca akulli, është përhapur me shpejtësi në internet dhe shumë nxituan ta imitojnë. It worked? Moti ekstrem ka vazhduar të shkaktoj kaos të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara, ku vetëm gjatë ditës së martë u anulluan 2700 fluturime. Në të gjithë veriun e Amerikës, situata mbetet e rënduar, ndërsa të 50 shtetet kanë përjetuar temperatura ngritëse. Vorbulla polare preku në total gati 190 milion persona. Aq ftohtë ishte jashtë sa një arratisur nga burgu në Kentucky është kthyer vetë dhe është dorëzuar sepse nuk qëndronte dot në rrugë. Në qytetin e vogël Hell të Michiganit, termometri shënoi 17 gradë nën zero, duke bërë që faqet e internetit të mbusheshin me komente ironike për një mot aq të keq sa kishte ngrirë edhe ferri vet. Në shumë pjesë të vendit një valë e tillë të ftohtë nuk është parë prej 2 dekadash. Edhe në Chicago, ku banorët janë mësuar me temperatura të ulta, erat e acarta ishin të papërballueshme për njerëzit. Mbrëmjen e së martës atje u regjistruan minus 23 gradë Celsius. I ftohti ekstrem ka mbritur deri në Florida dhe në Texas i New Gore, që zakonisht kanë mot të ngrohtë edhe në dimër. Meteorologët thonë megjithatë se piku i ngritcave duhet të kalojë shpejt dhe nga fundjava temperaturat do të fillojnë të rriten.